Ne kokët e beqarve e beqareve, thot Luizi dhe Kiara ditën e sotme, një event që u organizua nga Sara Event mbeu vëmendjen pikërisht sepse pjesëmarrësit ishin Luizi dhe Kiara, cifti më i mirë i showbizit, kanë qenë pjesëmarrës në kurorëzimin e dy miqeve të tyre. Ata kanë postuar foto ku janë të veshur shik duke pozuar krah për krah njëri tjetrit, të lumtur e të buzëqeshur. Kiara i bën batuta Luizit dhe ngacmon mban mend në kohën kur ne ishim në fazën e ketit cifti, çfarë ndjesje e çfarë momentesh Lui. Edhe Luki që ja kthen tani u bëm gjysher, u rrit cupa edhe duke qeshur me njëri tjetrin. Ceremonia filloi dhe citet pjesëmarrëse dhe njerëzit e afert të ciftit që u kurorëzua filluan të uronin dhe të duartrokisnin, moment shumë i bukur. Një kameraman i eventit i afrohet ciftit Eli dhe ju vet ofron t'i bëj disa poza të bukura për t'i pasur kujtim. Ata e pranojnë dhe e urojnë. Nëse je dhe ti beqar në kokën tënde, ai qeshi dhe i tha amin. Veshja e ciftit Eli ditën e sotme ishte trend si gjithmonë, Kiara me një fustan që xixëllonte ngjyrat e kuqerem deri në fund të këmbëve që i mbulonin takat rrezeza, taka fine shumë të bukura. Ajo u kujdes për fytyrën me kremrat dhe make-upet që ju ka treguar. Luis i veshur me kostum të zi, ndryshe në herët e tjera copa e tij ishte reflektuese që kombinohej me fustanin e Kiares, por në sy binte shumë kemisha e bardhë e shoqëruar nga famfioni i zi, ndërsa kepucet e zeza me shkelqim i jepnin pamje bashkë me ciftin Eli. Ishin dhe prindrit e Kiares, të cilët ishin të ftuar special. Dreka kaloi shumë mirë, çdo gjë ishte perfekte, ata mbeten të kënaqur dhe kjo ceremoni do të mbetet gjatë në kujtimet e tyre. I urojmë ciftit të trashëgohen në jetë të lumtur edhe ne kokët e beqareve që kemi ketur nga ndjeksat e përciftet me një bebe të bukur inshallah. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.